5 muaj nuk kanë mjaftuar që tenderi i shpallur nga shërbimi spitalor Klinik Universitar i Kosovës për furnizim me materiale të hemodializës të përfundoj me sukses. Ky tender i hapur në qershor të këtij viti me vlerë të planifikuar prej 5 milion eurosh dhe i ndarë në 9 lote, është pezulluar për herë të dytë pas ankesës së një operatori ekonomik. Sipas vendimit të SHSKUK-s, kompania Meditech fitoi 5 lote, Medilor 2, ndërsa Mese Farm 1. Por kompania MediHealth që konkuroi për të 9 lotet ka paraqitur ankesë në organin shqyrtues të prokurimit, duke pretenduar se një nga operatorët fitues ka ofertuar me dokumentacion dhe katalog të falsifikuar. Pra, operatori ekonomik i propozuar për dhënien e kontratës në lotin 1 në ofertë ka prezantuar dëshmi të shumë fishta mashtruese dhe të falsifikuara, ku autoriteti kontraktues SHSKUK-ja nuk ka ndërmarrë kurrfarë veprimesh ligjore për të eliminuar të njëjtën ofertë. Përkundrazi, me çdo kusht tentohet të lidhet kontratë me të njëjtën kompani, anipse të gjitha provat tregojnë për krem të organizuar përmes procedurave të prokurimit. Por Shkelzen Fetiu, përfaqësuesi i kompanisë Meditech, i ka mohuar akuzat. Krejt me çdo sen janë në rregull, po qëllimet tash të kompanive ndryshme janë ndryshme, na suni ndalojmë ato. Janë tendencioze, janë qëllimet kompanisë tyne që kanë hup, qëllimet e kompanive ata mundën me shpife, mundën me thonë gjithçka. Kjo është hera e dytë që tenderi pezullohet. Pas herës së parë ishte shpallur tender emergjent dhe atë pati fituar kompania që tash është ankuar MediHealth. Koha ka kërkuar përgjigje nga SHSKUK-ja dhe banatorja qendrore për rrjedhjen e tenderit dhe gjendjen e furnizimit, por nuk ka marrë përgjigje që nga e marta. Sipas zburimeve të televizionit, një tender emergjent pritet të hapet sërish. Koha ka kontaktuar dhe ka nisur pyetje edhe në spitalet rajonale për të mësuar rreth furnizimit, por vetëm ai i PEJ-s ka kthyer përgjigje. Aktualisht kemi furnizim me materiale shpenzuese për dializë afërsisht edhe për 10 ditë. Sipas këtij spitali në bazë ditore kryen deri në 35 dializa.